Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin ditor të datës 12 tetor të 2025. Si ditë e diel është një ditë ku ndryshimet që bëhen në kohra të ndryshme ndikohen në këtë ditë, sepse kemi një trekëndës që bën Mërkuri me Jupiterin, një trekëndës që është mjaft pozitiv, pa u menduar dy herë neve mund të marrim vendime të rëndësishme në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet që neve kemi, dhe kjo si vjen si ndikim mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sado që gjërat janë pak a shumë të lodhshme për punën, për karrierën, për gjërat të kësaj natyre, por nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në lidhje me takimet e punës, në lidhje me disa ndryshime, dhe mund të ndikoheni dhe nga një ofertë surprizë. Kjo mund të keni, kjo do thotë kuptimi i jetës, kuptimi i vendimeve dhe i ndryshimeve të mëdha që keni tani tutje. Mos u shqetësoni fare, sepse pikërisht kjo ditë është një ditë që do t'ju japi vullnetin dhe mundësinë e madhe të ekonomisë, sidomos shenjat përfitojnë, shenjat e tokës, siç janë Demi, siç janë Demi i dhjetë të dytë, sepse ka shumë për të dhënë dhe për të marrë. Virgjëresha në krahun tjetër është një mundësi shumë e mirë, sepse kjo periudhë është periudha e kuptimit dhe e marrjeve vendime të rëndësishme. Kemi Bricjapin në krahun tjetër që është një moment mjaft i mirë dhe tepër ideal. Por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve televizionistë të nderuar ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në